Malajzia ka vendosur të heqë vizat për shtetasit e Kosovës për udhëtime të shkurtra, njoftoi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë në Malajzi pa viza për qëndrime jo më të gjata se 30 ditë, theksoi Osmani, duke njoftuar gjithashtu se do ta vizitojë vendin e Azisë Juglindore javën e ardhshme. Ajo e cilësoi këtë si një hap të rëndësishëm dhe zbuloi se Kosova do të hapë ambasadën e saj në Kuala Lumpur gjatë vizitës së saj. Ky është një tregues i qartë se lidhja mes dy vendeve tona po forcohet çdo ditë më shumë. Shpreh mirënjohjen time të sinqertë ndaj institucioneve malajziane për këtë vendim, domethënë tha ajo. Malajzia ishte në mesin e vendeve të para që njohu pavarësinë e Kosovës kur Prishtina u shpalli atë në vitin 2008. Ndërkohë, ministria e jashtëm në detyrë e Kosovës Donika Gërvalla tha pak orë më vonë, pas njoftimit të Osmanit se vendimi i Malajzisë është dëshmi konkrete e avancimit të subjektivitetit ndërkombëtar në shtetin ton dhe forcimin e lidhjeve dypalshe. Republika e Kosovës mirëpret këtë hap pozitiv dhe shpreh mirënjohje ndaj institucioneve malajziane për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme në shërbimin e qytetarëve dhe lidhjeve bilaterale, gjithnjë më të fuqishme në mes të dy vendeve tona, tha ajo. Deri tani, Malajzia ka qenë në mesin e 38 vendeve të botës ku kosovarët detyrohen të pajisin me viza pasi të kenë mbërritur në vendin e vizitës. Tani, Malajzia bëhet vendi i 53 ku kosovarët mund të udhëtojnë lirshëm pa regjim vizash.